e mërkur, dashi, e mërkur sjell zhvillime të papritura që të detyrojnë të ndryshosh planet, një telefonat apo mesazh mund të hap një mundësi të re. Mos reagoni me nxitim sepse surprizat sot janë në favorin tënd. Demi, një surprizë financiare apo një ofertë e papritur mund të të vendosë përballë një zgjedhje të rëndësishme, edhe pse nuk i pëlqejnë ndryshimet, sot duhet t'i pranosh. Fundi i ditës sjell lehtësi. Binjakët, një takim i papritur ndryshon ritmin e jetës, komunikimi të çon drejt një ideje që mund të kthehet në diçka serioze. Kujdes vetëm me premtimet e shpejta. Euforia, një lajm që nuk e prisje të prek emocionalisht, por në fund rezulton pozitiv. Dikush mund të rikthehet në jetën tënde në mënyrë të papritur, mos u mbyll në vetvete. Luani, një mundësi për të dalë në pa vjen papritur. Dikush vëren aftësitë e tua dhe të jap një shans që nuk duhet humbur. Surprizat sot janë anën tënde. Virgjëresha, planet që ke bërë mund të ndryshojnë në momentin e fundit, por jo për keq. Në situatë e papritur të çon drejt një zgjidhje më të mirë nga sa e kishe menduar. Peshorja, një takim apo një bisedë e papritur mund të ndryshojë një marrëdhënie. Dita sjell kthesa që kërkojnë vendime të shpejta. Intuita do të ndihmojë. Akrepi, një e vërtet del në pa papritur dhe të jep qartësi, edhe pse mund të të tërndis fillimisht, në fund të ndihmon të marrësh drejtimin e dur. Shigjetari, një mundësi për udhëtim apo ndryshim plani vjen papritur. Dita është e mbushur me lëvizje dhe surpriza që të rikthejnë entuziazmin. Bicjapi, një zhvillim i papritur në punë mund të të vendosë në qendër të vëmendjes, edhe pse nuk e kishe planifikuar, kjo është një mundësi për të treguar vlerat e tua. Ujori, një ide e papritur mund të çojë drejt një projekti të ri. Një takim rastësishëm mund të ketë ndikim më të madh nga sa duket në fillim. Peshqit, një surprizë emocionale të prek thellë. Dikush duhet të shpreh diçka që nuk e prisje. Dita mbyllet me ndjesi më të qarta dhe më të forta.